Si që dhe shihet qartë. Hile qartë. Nga pamjet, Po. tani ti e ke hapur Unë e di biletën kush tënde je, të fatit. A mundesh m'japi ti s'është të Dhe pushoj? ky është një fakt që vllai i madh e dinte që në datën 25 janar, por natyrisht Ore Ledi, dëgjoj zemrën tënde këtu shpirti. Tash i mirë tani ne morën vesh neve e pa Greta me Brikenën që tani hapi biletën e kthimit. Edhe biletën e fatit dhe pa që ka parë që ishte një biletë kthyese dhe ai tha shumë bukur në momentin që unë e hapa e kuptova që vlera e saj bie për tokë sepse ajo hapet kur del nga shtëpia e vëllait të madh. Jam dakord me këtë pjesë. Bileta ishte hapur, në klip e pam që ishte hapur, më vllai dashur. Pse tani kishe një bilet pa hapur në dorë? Kush e ka marrë biletën e Tanit? Ku shkoi bileta e Tanit? E ka ose e ka marrë për shembull vllai i madh? Ku e dim neve? Pse domethënë është çështje transparencë, le të themi në një farë mënyre. Pjesa tjetër, çfarë ndodh? Mbaj mend që Ledioni ka thënë janë 2 bileta kthimi. Pra, një e kishte Tani, ka ngelur dhe një tjetër. Kush do të ka biletën e kthimit, kjo ngelet për tu parë. Por është për tu rithënë që janë 2 bileta kthimi. Një e ka Tani, një e ka ose Brikena ose ndoshta mbase Selina. Ku di unë ziu këta lojtarët e këtyre. Miri ose Selin, se thash Brikena e futa kot. Gjithsesi, nuk u mor vesh se ku shkoi bileta e grisur o vlla. As nuk u tha. Po bileta që kishe Tani e pa grisur e kujt ishte? Mos ishte e Baby G, që se kishte se gjeti atëre. Su sqaruam, neve si publik nuk u sqaruam për shembull se ku shkoi bileta dhe e hapur dhe ç'ne ajo bilete pa hapur, kush e ka marr biletën e Tanit të pa hapur, i bie vlera. Po kush e ka biletën e kthimit? Kush e mori biletën e Tanit? Kush ja ndroi? E kujt ishte ajo bilete pa hapur që kishte Tani? Pra këto janë këto pyetjet që tash i ngelen pa përgjigje. Hajt, më shoja.